Horoskopi ditor e premte 23 maj 2025. Dashi, energjia e ditës ju shtyn drejt veprimit. Do të ndjeni të motivuar për të zgjidhur çështjet që kanë mbetur pezull dhe për të treguar udhëheqjen tuaj në një situatë ku të tjerët ndihen të pavendosur. Nëse keni pritur momentin e duhur për të bërë një hap të rëndësishëm në karrierë, ai moment është këtu. Në marrëdhënie, mund të ndjeni një ndryshim në mënyrën si lidheni me të tjerët. Dikush që më parë ishte i largët, tani mund të afrohet dhe t'ju tregojë ndjenja të papritura. Mos u tregoni të ftohtë, pasi një hap i vogël nga ana juaj mund të sjellë afrim dhe qartësi. Shëndeti kërkon më shumë vëmendje ndaj lëvizjes fizike. Një ecje në natyrë ose një aktivitet që kërkon përqendrim do t'ju ndihmojë të shlironi tensionin. Mbani mend se edhe pushimi është pjesë e produktivitetit. Ndaloni pak për të dëgjuar trupin tuaj. Demi, dita ka një ton të qëndrueshëm për ju, por kërkon zgjuarsi në mënyrën si e menaxhoni kohën dhe përgjegjësitë. Një koleg ose partner pune mund t'ju japë një ide që në pamje të parë duket e thjeshtë, por në thelb ka potencial të madh për të ardhmen. Në aspektin emocional, po kërkoni më shumë thellësi dhe sinqeritet. Mund të keni nevojë për një bisedë të hapur me dikë të afërt, që ka qenë i tërhequr kohët e fundit. Nuk është koha për të heshtur ndjenjat. Komunikimi i drejtë do të sjellë lehtësim dhe afrimitet. Lidhur me trupin dhe mendjen, është mirë të rifreskoni rutinën tuaj të përditshme. Një ndryshim në zakonet ushqimore, apo pak më shumë gjumë do të bëjnë një ndryshim të ndjeshëm. Ndjeni se stabiliteti i jashtëm vjen vetëm kur keni qetësi të brendshme. Binjakët, një val idesh dhe frymëzimesh po ju përfshin dhe ju shtyn drejt zgjidhjes së problemeve në mënyrë kreative. Nuk është dita për të qëndruar në vend. Çdo bisedë që bëni mund të hapë një derë të re, sidomos në fushën e bashkëpunimeve. Në marrëdhënie është e mundur që të ketë një shkëndijë të re ose një gjallërim në lidhjen tuaj aktuale, një takim i papritur ose një mesazh. Një takim i papritur ose një mesazh që nuk e prisnit do të sjellë emocion dhe buzëqeshje. Mbajini zemrën të hapur ndaj surprizave pozitive. Trupi mund të reagojë ndaj stresit që e neglizhoni për disa ditësh. Kujdes me kafen, sheqerin dhe qëndrimin për orë të gjata para ekranit. Një pushim i shkurtër për meditim ose frymëmarrje e thellë mund të ketë më shumë efekt se sa mendoni. Gaporja, një situatë në punë kërkon ndjeshmërinë dhe intuitën tuaj. Do të keni mundësinë të shfaqni anën tuaj të kujdesshme dhe organizuese, duke fituar respektin e një personi që më parë ka qenë skeptik ndaj jush. Kjo është një ditë për të ndërtuar, jo për të prishur. Në aspektin emocional, ndoshta po ndjeni mungesë mbështetje nga dikush që zakonisht është pranë jush. Mos i mbani ndjenjat të fshehura. Një bisedë e sinqertë mund të hapë rrugën për një marrëdhënie më të qëndrueshme dhe të drejtë. Nga ana fizike, ndjeni të rënduar, jo për shkak të lodhjes, por sepse po mbani shumë emocione brenda. Një aktivitet i lehtë fizik ose pak kohë vetëm do ju ndihmojë të pastroni mendjen. Mos në vlerësoni ndikimin që qetësia ka në fuqinë tuaj të brendshme. Luani, dita sjell një sfidë që ju vën në provë durimin dhe zgjuarsinë. Megjithatë, nëse zgjidhni të veproni me dinjitet dhe maturi, mund të dilni nga kjo situatë si lider dhe shembull për të tjerët. Ju keni aftësinë për të transformuar tensionin në motivim. Në dashuri, mund të ndjeni një dëshirë të fortë për më shumë pasion dhe gjallëri. Kjo është koha e duhur për të bërë diçka ndryshe me partnerin. Një surprizë e vogël, një gest i thjeshtë, por i ndjerë, do të ndiste sërish zjarrin që keni brenda. Në aspektin personal, ndjeni të fuqishëm dhe gati për të lëvizur male. Mos e shpërdoroni këtë energji në gjëra të vogla apo debate të kota. Përdorni për të përmirësuar jetën tuaj, qoftë përmes një sfide fizike, një qëllimi të ri apo një ndryshimi të menduar gjatë. Vigjeresha, kujdesi ndaj detajeve do t'ju bëjë të shkëlqeni në punë. Një situatë që për të tjerët është konfuze, për ju do të jetë mundësi për të treguar se jeni të aftë të menaxhoni presionin me saktësi. Dikush mund të vijë t'ju kërkojë ndihmë, jepeni pa hezitim. Në lidhje me të dashurit, ka mundësi të përballeni me një tension të vogël që vjen nga mungesa e komunikimit. Mos prisni që të tjerët ju kuptojnë pa folur. Një fjali e drejtë në kohën e dur mund të shpëtojë një lidhje nga distanca emocionale. Trupi juaj mund të kërkojë më shumë pushim dhe qetësi. Do të ishte mirë të reduktoni stimulimin e tepërt, zhurma, mesazhet, oraret e ngarkuara.
Një ambient i pastër, i qetë dhe pak kohë vetëm do të rrisin mirëqenien tuaj ndjeshëm. Peshorja. Një vendim i rëndësishëm mund të paraqitet në lidhje me bashkëpunime apo marrëveshje të reja. Do të ndiheni të tërhequr nga ide që në fillim duken të paqarta, por nëse i analizoni me kujdes, mund të shndrohen në projekte shumë premtuese. Mbani një qëndrim të hapur, por me këmbë në tokë. Në sferën sentimentale, po kërkoni më shumë balancë dhe harmoni. Disa dyshime të vogla mund të zgjohen nga heshtja e dikujt që ju intereson. Përpiquni të mos nxjerrni përfundime të shpejta. Përkundrazi, kërkoni thellë kuptimin e gjërave dhe ndani mendimet tuaja me qetësi. Nga ana personale, ndjeni të mbi ngarkuar me vendime dhe mendime që konkurrojnë për vëmendjen tuaj. Është koha për t'i dhënë prioritet qetësisë mendore dhe aktiviteteve që ju afrojnë kënaqësi pa presion. Një mbrëmje e thjeshtë me muzikë të mirë ose një bisedë me një mik të vjetër do të ketë efekt qetësues. Akrepi. Në fushën profesionale, një detaj i vogël që ju e vini re mund të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve. Dita ju sjell zgjuarsi dhe aftësi për të parë prapa fasadës së situatave. Do të mund të ndikoni fuqishëm në vendime që prekin grupin, prandaj veproni me kujdes e maturi. Do të mund të ndikoni fuqishëm në vendime që prekin grupin, prandaj veproni me kujdes e maturi. Në dashuri, emocionet janë të thella, por ndoshta nuk po i shprehni plotësisht. Një ndjenjë xhelozie ose pasigurie mund të lindë, por ajo vjen më shumë nga frika se sa nga realiteti. Hapja emocionale dhe ndeshmëria do të ndihmojnë në qartësimin e çdo mjegulleje që po ju rrethon. Në aspektin personal, do të ndjeni nevojën për të bërë pastrim të brendshëm, jo thjesht fizik, por një ndarje nga ngarkesat e panevojshme. Shigjetari. Sfera profesionale është dinamika dhe kërkon reagim të shpejtë. Do të ndjeni të sfiduar për të zgjeruar horizontin tuaj, qoftë përmes një detyre të re, qoftë përmes një udhëtimi fizik apo mendor. Rrezikoni pak më shumë se zakonisht. Kjo ditë favorizon guximin. Në lidhje me ndjenjat, po e kërkoni lirinë, por njëkohësisht edhe përqafimin e ngrohtë të një lidhjeje të vërtetë. Është e rëndësishme të mos largoni nga dikush vetëm sepse ndjeni frikë nga angazhimi. Hyni në marrëdhënie me ndërgjegje të plotë dhe ndeshmëri ndaj vetes. Energjia juaj fizike është në rritje, por ndoshta është përdoroni në shumë drejtime. Fokusoni në një gjë që ju sjell vërtet kënaqësi dhe nuk ju lodh shpirtërisht. Largimi për pak nga rrjetet sociale ose nga zhurma e përditshmërisë mund të jetë çelësi i mirëqenies. Britsjapi. Ambicia juaj është e theksuar dhe nuk do të kalojë pa u vënë re nga të tjerët. Sot është një mundësi për të treguar për kushtimin dhe profesionalizmin tuaj në një mënyrë që hap dyer të reja. Dikush me ndikim mund të shfaqë interes për të bashkëpunuar me ju. Në aspektin emocional mund të ndjeni të ftohtë ose të tërhequr, por brenda jush kanë ndjenja të thella që kërkojnë shprehje. Ndoshta është koha për të lejuar veten të jetë më e butë, më e hapur. Një përqafim i dhënë në momentin e duhur mund të ndryshojë rrjedhën e ditës. Fizikisht keni nevojë për stabilitet dhe regjim. Një dietë e thjeshtë por e rregullt dhe një ritëm i qëndrueshëm do t'ju ndihmojnë të ndiheni më të kontrolluar. Evitoni lodhjen e tepërt dhe mos lejoni që puna t'ju marrë gjithë hapësirën personale. Ujori. Shfaqet një mundësi e papritur që pret një fushë që nuk e keni eksploruar më parë. Ujorët do të ndihen të frymëzuar nga risi dhe do të ndjekin rrugë që për të tjerë duken të çuditshme. Por pikërisht kjo aftësi për të parë përtej të zakonshmes ju veçon sot. Në marrëdhënie ka një pastrim energjie që po ndodh. Mund të largoni dikë që nuk përputhet më me rrugën tuaj, ose të afroni dikë që mendon dhe ndjen në të njëjtën frekuencë. Ky nuk është moment për gjysmë masash. Kërkoni thellësi dhe vërtetësi. Fuqia mendore është e lartë, por trupi juaj mund të ketë nevojë për më shumë përkujdesje. Bëni një gjumë më të thellë, një ushtrim të butë ose thjesht një pushim nga stimujt. Sa më shumë dëgjoni trupin, aq më shumë forcohet lidhja me mendjen. Peshqit. Një ndjesi paqartësie në aspektin profesional mund të kthehet në qartësi, nëse lejoni veten të dëgjojë instiktin. Një përgjigje që e kërkoni jashtë ndodhet brenda jush. Dita sjell mundësi për të reflektuar mbi qëllimet dhe për të gjetur një mënyrë më të butë për të ecur përpara. Në dashuri, ndjenjat janë të forta dhe kërkojnë dalje. Nëse keni ndjerë se lidhja juaj po zbehet, një hap i ndjeshëm dhe një përpjekje e vogël për t'u afruar,
mund të sjellë ngrohtësi. Ata që janë vetëm mund të ndjejnë një intuit të fortë ndaj dikujt, që sapo ka hyrë në jetën e tyre. Nga ana fizike dhe shpirtërore jeni në një moment ku ndjeshmëria është e lartë. Mos u mbyllni ndaj emocioneve, përkundrazi, lejojini të qarkullojnë. Një shëtitje në natyrë, uji, muzika, qetë ose artet do jenë burimi juaj i fuqisë sot.